Do doja të shkonim në këto qaste në një lidhje direkte në Pogradec, ku do të flasim për edicionin e 32 të verës dhe gështenjave. Pritet të nisë javën e ardhshme, kjo për shkak të kushteve të motit, sepse do duhej në një periudhë tjetër të nisë ditën e nesërme. Eritan Kamolli është me mua në një lidhje direkte. Eritan, si ja doli kjo festë të kthehej në një traditë atje? Pari përshëndetje nga Pogradeci. Përshëndetje juve, përshëndetje dhe gjithë teleshikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit për kohën që na jepni. Në fakt kjo festë është një festë tashmë e kthyer në një traditë të hershme në qytetin e Pogradecit. Ne kemi filluar prej 30 vitesh më parë të organizojmë këtë festë dhe vit pas viti sigurisht jemi përpjekur që kjo festë bëhet më e bukur, më e pranishme për publikun, duke shtuar elemente ndryshëm artistik, kulturor, etnografik, kulinar. Është një festë si thash që pritet me gëzim nga i gjithë populli, nga mbar populli i rajonit tonë, jo vetëm Pogradecit, por edhe Korçës edhe Meqer, dhe sigurisht dhe nga vizitorët e shumë që vinë në Pogradec. Çfarë surprizash priten javën e ardhshme? Si do të jetë? Si do e organizoni? Në fakt, shiko, nuk ka shumë vend për surpriza sepse janë bërë ai shumë vite sa ne kemi një festë shumë gjatë në këtë festë, dhe surpriza e festës janë aktivitetet që ne zhvillojmë artistike. Surpriza është panairi i mrekullueshëm që bëhet nga artizanët e qytetit, nga prodhuesit e verës, sepse është një traditë në Pogradec, çdo familje ka një butë vere dhe madje ne prandaj enkas kemi lënë dhe dhjetorin muajin e hapjes së butëve, muajin që ne fillojmë edhe pim verën tonë, dhe padyshim që do të kenë edhe kantinat e qytetit, do të marrin pjesë dhe do të konkurrojnë në panair. Do të ketë artizan, do të ketë verë dhe gështenja, sepse edhe gështenja është një element i cili është shtuar vitet e fundit të kësaj feste dhe për ta bërë më të bukur sigurisht që edhe vera me gështenjin shkojnë shumë mirë të dyja bashkë. Do të ketë gjithashtu surpriza, do të ketë janë 3 konkurse që ne zhvillojmë sa i përket verës, është konkursi për verat më të mira, verën e kuqe dhe verën e bardhë, të artizanëve dhe të kantinave, është konkursi për poezinë më të mirë për verën, është gjithashtu edhe konkursi për pikturën më të mirë për verën. Sigurisht që për secilin prej këtyre disiplinave ne kemi një uri prestigjioze, e cila do të përcaktojë verën më të mirë dhe punimet më të mira që janë të verës. Pastaj do të vazhdojmë sigurisht në datën 12 dhe 13 me koncertin artistik që zhvillohet në sheshin para Pallatit të Kulturës, në bashkinë e Pogradecit, ku do të performojnë këngëtar duke filluar si zakonisht sipas traditës me artistët lokal, me grupin Nostalgjia, me këngëtarë dhe vallëtarë të qendrës kulturore, dhe pas do të vazhdojmë me këngëtarët e ftuar që janë Dedikaso. Bukuri, po shoh edhe videot edhe duket që atmosfera është mjaft interesante dhe ju po më shpjegonit që e keni kthyer në një lloj tradite në Pogradec dhe është bukur kur sheh që të paktën qytete të ndryshme, jo vetëm Pogradeci, kam vënë re shumë edhe në Berat apo qytete të tjera, Shkodër, të organizohen festa të këtij lloji që kthehen në një farë tradite dhe që bëjnë jo vetëm qytetarët e zonës, po edhe qytetarët të zonave të tjera t'i bashkohen vendeve tuaja. Përshëndes Eritan, shumë faleminderit për sqarimin e kësaj feste që nis javën e ardhshme, tha Eritani, jo nesër siç ishte paralajmëruar, por javën e ardhshme, festa e verës dhe gështenjave në Pogradec. Publicitet, kthehemi pas pak.